Në një kohë kur çështja e strehimit po bëhet gjithmonë më qendrore në debatet shoqërore, të dhënat e fundit e Eurostat për vitin 2024 e vendosin Shqipërinë në një pozicion që kërkon vëmendje të veçantë. Sipas të dhënave, më shumë se gjysmë e popullsisë jeton në banesa të mbipopulluara, përqindja më e lartë ndër vendet e analizuara. Ky realitet që prek në mënyrën se si shqiptarët jetojnë, punojnë dhe rrisin familjet e tyre, flet qartë për një sfidë të thellë sociale dhe ekonomike. Nëse shohim Shqipërinë krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, diferenca është e ndjeshme. Mesatari e BE-s për vitin 2024 qëndron në 16.9%, një nivel shumë i ulët se sa i vendit tonë. Edhe shtetet që tradicionalisht përballen me vështirësi në strehim, si Rumania me 40.7%, Serbia me 46.6% apo Turqia me 38.2%, mbeten poshtë shifrës shqiptare. Ndërkohë Bullgaria me 38.8%, Kroacia me 31.7% dhe Polonia me 33.7% paraqesin norma më të ulta, duke treguar se edhe vendet më të ardhurat të moderuara kanë arritur të frenojnë mbipopullimin në banesa. Në anën tjetër të panoramës europiane gjenden vendet me performancën më të mirë. Qipro me vetëm 2.4% mbipopullim, Malta me 4.4% dhe Holanda me 4.6%. Këto shtete ashtu si Norvegjia me 5.8%, Irlanda me 5% dhe Zvicra me 7.6% tregojnë se politikat e qëndrueshme të strehimit dhe standardet e larta të mirëqenies ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës. Nga ana tjetër, edhe të dhënat e censit e thellojnë edhe më shumë panoramën e mbipopullimit në Shqipëri, duke treguar qartë se familjet me shumë antar janë ato që preken më rënd nga mungesa e hapësirës së pamjaftueshme. Nga 726.000 banesa të banuara, pjesa më e madhe e shtëpive me 4 dhe sidomos 5 ose më shumë persona gjenden në kategori sipërfaqesh relativisht të vogla. Për shembull, mbi 67.000 familje me 5 antar dhe më shumë jetojnë në banesa me vetëm 40 deri në 69 metra katror, ndërsa gati 40.000 të tjera jetojnë në shtëpi nga 70 deri në 99 metra katror, një hapësirë që shpesh është larg nevojave reale të një familje të madhe.